Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua pi uthull molle me mjalt për 7 ditë dhe ajo çfarë i ndodhi i habiti të gjithë. Ne jemi çfarë ham, prandaj kujdesi që duhet të tregojmë ndaj ushqimit duhet të jetë i madh. Disa persona kanë probleme nga më të ndryshmet. Ushqimi në fakt ndikon në përmirësimin ose në përkeqësimin e këtyre problemeve. Problemet më të zakonshme që shumica e njerëzve vuajnë janë nga veshka dhe toksinat. Por cili është sekreti për eliminimin e këtyre problemeve? Përdorimi i rregullt i kombinimit të mjaltit dhe uthullës së mollës rregullon nivelin e pH-it në trupin tuaj dhe kjo do të thotë më pak sëmundje. Vetë uthulla e mollës ka vlera të larta të potasiumit, niacinit, magnezit, acidit folik, kalciumit, hekurit dhe shumë lloje të vitaminave. Ndërkohë që mjalti është shumë i pastër me hekur, vitaminë C, zink, kalcium, potasium, vitaminë B6 dhe shumë vlera të tjera. Kështu që të kombinuara bashkë, kjo përzierje e ndihmon trupin tuaj që të kryejë më mirë funksionet e tij dhe të jetë i shëndetshëm. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjelle me mjalt të freskët, një lugë gjelle me uthull molle, një filxhan me ujë të filtruar. Përgatitja: në një gotë me ujë miksoni të gjithë përbërësit dhe lëreni për 20 minuta. Konsumojeni këtë pije çdo mëngjes me stomakun bosh. Zakonet e këqija të ngrënit mund të bëjnë që stomaku juaj të prodhojë më shumë acid se ç'duhet. Niveli i ulët i pH-it në trup mund të çojë në shfaqjen e shumë sëmundjeve, infeksioneve, inflamacioneve, mungesë energjie e të tjerë. Konsumimi i uthullës së mollës me mjalt mund të ndihmojë në alkalizimin e trupit. Ujë me mjalt dhe uthull molle ngre nivelin e pH-it të gjakut dhe lufton mikrobet, viruset dhe sëmundjet. Uthulla e mollës përmban pektin, vitamina B1, B2, B6, biotin, acid folik, acid pantotenik dhe vitaminë C. Ajo përmban edhe minerale si natrium, fosfor, kalcium, kalium, hekur dhe magnez. Mjalti është i njohur për vetitë e tij të pafundme, antibiotike dhe ushqyese. Konsumoni çdo ditese në mëngjes një gotë ujë të vakët me një lugë gjelle mjalt dhe një lugë çaj uthull molle. Ja çfarë përfitimesh do të merrni. Eliminoni dhimbjet e ndryshme të trupit, të muskujve dhe të kockave. Trajton urtin dhe aciditetin e stomakut. Ulë nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Ndihmon në tretje, trajton kapsllëkun, ul presionin e lartë të gjakut, ndihmon në rënien e peshë, lehtëson në dhimbjet e fytit, rrit nivelin e energjisë dhe eliminon erën e keqe të gojës dhe njëkohësisht ul edhe inflamacionin. Ndërkohë, uthulla e mollës është një ndër produktet më shëruese. Uthulla e mollës ul shtypjen e lartë të gjakut dhe ajo gjithashtu ndihmon në mjaft probleme shëndetësore për t'i trajtuar ato sa hap e mbyll syt. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se uthulla e mollës ndihmon me rastin e sëmundjeve të fytit, tretjes së çrregulluar, metabolizmit dhe qarkullimit të dobët të gjakut dhe gjithashtu ruan edhe linjën e trupit. Kundër lodhjes kronike duhet përzier 3 lugë të vogla me uthull molle me një filxhan me mjalt dhe masa e fituar të vendoset në kavanoz. Çdo mbrëmje përpara fjetjes duhet të konsumohen 2 lugë të vogla të kësaj përzierje. Ekziston edhe një mënyrë tjetër e konsumimit. Një lugë e vogël me uthull mundet që të hidhet në një gotë me ujë dhe të pihet gjatë kohës së drekës, kundër dhimbjeve në nyja. Gjatë natës ju duhet t'i mbështillni vendet me dhimbje me pëlhurë të cilat janë lagur mirë në uthull molle. Mbi të ju duhet që të vendosni një stofë të leshtë.
Gjatë secilës shuj duhet pirë një gotë ujë në të cilën janë përzierë 10 lugë të vogla me uthull molle. Përhumbje peshe. Për çdo mëngjes në stomak të zbrazët duhet pirë një gotë ujë me 1 deri në 2 lugë të vogla me uthull molle, ose gjatë secilës shujt ju duhet të pini një gotë ujë me 2 lugë të vogla me uthull. Trajtimi zgjat 2 muaj ndërsa humbja e kilogrameve arrihet për shkak se uthulla e mollës ndikon në djegje më të shpejtë të indeve të tepërta yndyrore. Kundër venave të zgjeruara, për çdo mëngjes dhe mbrëmje, lëkurën mbi venat e zgjeruara duhet ta fërkoni me uthull të pastër molle. Përveç kësaj duhet që edhe 2 herë në ditë ju të pini nga një gotë ujë me 2 lugë të vogla të uthullës. Terapia zgjat plot 1 muaj. Uthulla e mollës është një ilaç popullor në shtëpi. Njerëzit e kanë përdorur atë në shekuj me radhë në gatim dhe në mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë se mund të lehtësojnë një gamë të gjerë ankesash shëndetësore. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme të shëndetshme, përfshirë efektet antimikrobike dhe antioksiduese. Për më tepër, provat tregojnë se mund të ofrojë përfitime shëndetësore të tilla si humbja e peshës, uljen e kolesterolit në gjak, uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirësimin e simptomave të diabetit. Sidoqoftë, ekzistojnë shumë pak ulëmtime dhe duhen studime të mëtejshme para se të rekomandohet si një terapi alternative. Uthulla e mollës është e lartë në substanca të shëndetshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga mollët. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv në uthull dhe mundet të jetë përgjegjës për përfitimet e tij shëndetësore. Mund të ndihmojë në shkatërrimin e baktereve të dëmshme. Substanca kryesore në uthull, acidi acetik, mundet që të vrasë bakteret të dëmshme ose të parandalojë shumimin e tyre. Ajo njihet edhe si një dezinfektues natyral, mundet të ndihmojë edhe në uljen e niveleve të sheqerit tuaj në gjak dhe në menaxhimin e diabetit. Uthulla e mollës gjithashtu mundet të ndihmojë edhe në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, pasi ka treguar pretendime të mëdha në përmirësimin e ndjeshmërisë së insulinës, duke ndihmuar kështu në uljen e përgjigjeve të sheqerit pas ngrënies. Studimet gjithashtu kanë treguar se uthulla e mollës mundet që të përmirësojë ndjeshëm edhe nivelin tuaj të insulinës me 19 deri në 34% gjatë një vakti të lartë me karbohidrate dhe të ulë njëkohësisht ndjeshëm sheqerin në gjak dhe përgjigjen e insulinës. Mundet të ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Studimet tregojnë se uthulla mund të rrisë ndjenjën e ngopjes dhe do t'ju ndihmojë që të hani më pak kalori, gjë që mund të çojë në shtim në peshë. Mundet që të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës është natyrshëm acide dhe ka veti antimikrobike. Kjo do të thotë se mundet të ndihmojë në përmirësimin e barrierës së lëkurës dhe parandalimin e infeksioneve. Nga ana tjetër, uthulla e mollës do të ofrojë më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që e mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ duke zgjidhur çështje si konstipacioni. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.